Nuk dëgjoj, nuk shikoj, nuk flas. Ishte shfaqja premier që u ngjit këtë fundjavë në skenën e teatrit Skampa në Elbasan. Në regjin e Donard Hasanit, komedia përcjell mesazhe të forta për reflektim dhe ndërgjegjësim. Vepra dorthur humorin me temat sociale, duke sjellë në fokus njerëzit me aftësi ndryshe dhe përfshirjen e tyre në shoqëri. Kasti aktorëve solli në skenë interpretime të roleve as pak të lehta dhe jo të zakonshme, por duartrokitjet e publikut konfirmuan suksesin e kësaj shfaqjeje. Pas performancës, aktorët përshkruan emocionet e tyre në skenë. Për sa i përket mesazhit, është një mesazh brillant që edhe njerëzit me aftësi ndryshe janë njësoj si gjithë tjerët, kanë mundësi të jetojnë, të rebelojnë, të dashurojnë. Ajo që e lehtëson pak vështirësinë është fakti që duke eksploruar drejt zgjidhjes plastike së personazhit, mbase ma largonte pak të vëmendje nga vështirësia dhe ma lehtësonte si thua vështirësinë. Mendoj që çfarë kishte për të përcjell, shfaqja e ka përcjell dhe fakti që është sold out në 4 ditë e para që pas premierës, mendoj që publiku i Elbasanit tregon edhe një herë që ditë mbarti ndër breza vlerat e normales e Elbasanit. Nuk ngurova kurse si që të bësha pjesë e këtij kasti. Jam në kast me 3 kolos të mëdhej aktorësh, për të cilët unë jam shumë e nderuar dhe me shumë fat. Shfaqja erdhi për publikun e Elbasanas pas disa muajsh përgatitje, ndërsa regjisori premton se ajo do të udhëtojë edhe në qytete të tjera.